Çfarë sugjeroni ministrit të arsimit? Me I mbyll universitetet tjera në Gjilan, Ferizaj, Mitrovic, Pej, Gjakov, Prizren, apo mi shëndru në deg të Universitetit të Prishtinës? Unë mendoj që në radhë parë duhet të racionalizohen si hapi parë programet e studimeve. Tash, kur kam qenë unë në ministri, ne I patëm zvoglu numrin e studentëve në gjitha fakultetet juridike dhe ekonomike. Se ministria e përcakton, I përcakton regjistrimet. Disa deg fusha studimore nuk ke qare pa I majtë, për shani një program I filozofisë I nevojitet Kosovës. Edhe na smoj me qitë pikpytje aty, a punsohen këta, a nuk punsohen. Dhe me thonë, duhesh me pas një program të filozofisë, sepse I duhet universitetet. Po 5 fakultete juridike, 5 ekonomike, jo. Edhe unë mendoj që këtu, tash ministria e ka një instrument të ndorë. E ka një udhëzim administrativ për financimin e institucioneve të arsimit lartë në bazë performancës. Ai udhëzim është aprovu në vitin 2024. Nuk është zbatu as në 2024, as në 2025. Ligji kërkon që mu zbatu. Çka parashe ai udhëzim? Ai udhëzim parashe që ministria vendos për financimin në bazë të kërkesave që I shtron. Do të thonë mundet me I thonë Universitetit X që unë nuk ta mbështes ty fakultetin juridik në kuadër të universitetit. Këtë nuk mundem me ta mbështet. Po mundet me lon zetaro-metallurgjiku edhe tjetër që janë kështu. Këto nuk mundem me ta mbështet. Tjetrit I thotë nuk muj me ta mbështet fakultetin ekonomik. Tjetrit I thotë muj me ta mbështet juridikun, po jo me 3-4 programe, apo jo. Edhe nështë tam javë hje emrat universitetet, është shumë pretencioze. Ajo, ato e kërkon ligji. Ato e kërkon ligji. Mirë, po te ne, kjo po interpretohet që kur janë themelu, ato janë themelu si universitete, edhe që akti themelus është më I lartë se sa ligji, se është ligjin veti, edhe në një mënyrë ato mundet me bëvë veç kuvend, ja? Derogon ligjin, po, ashtu pra, në kuvend, ju e dini, sa herë ka ndoj veprim të racionalizimin të universitetet, gjithë një parti që janë në opozit flasin. Po, nuk është populist. Pavarësisht kush është në opozit, me një herë qohet edhe thotë. Po, si që shesha e mendrimin e emrit Hasan Prishtina. Po, ashtu.